Lorik një fundjavë që duhet të jetë e lirë si për skuadrat tjera për shkak të pauzës ndërkombëtare, Shkëndija detyrohet të luajë, ndeshim me Shkupin, si e ka marrë ekipi këtë fakt që detyrohemi të luajmë? Po është e vërtet, është pak orari ngjeshur, se kur gjithë janë pushim ne duhet luajmë, por kur e mendoj se pse duhet luajmë, sepse këtë vit Shkëndija ka sjellë futboll evropian në Maqedoni dhe ka gëzuar gjithë tifozët, dhe atmosfera në ekip është shumë e mirë. Vim për një rezultati pozitiv në Europë, në fakt nga një ndeshje pozitive, se rezultati ishte edhe pak çështje fati, por ndeshja ishte e mrekullueshme nga gjithë ekipi. Ndeshja me Gjorë që na dha një vetbesim shtesë, ai rezultat ishte shumë i mirë për gjithë ne, për gjithë ekipën dhe ka sjellë një atmosferë shumë pozitive në ekip. Tani, pas gjithë kësaj që e the, na pret ndeshja me Shkupin, një Shkup që ka probleme, është në vend të fundit, por gjithmonë duhet të ketë kujdes njeriu me kësi përballje. Si e presim ndeshjen e nesërme me Shkupin? Plus që fakti nuk do të luhet në Çajir, luajmë në Struk. Si është atmosfera, si e shihni ju si futbollist? Ne përgatitim për çdo ndeshje, pa marrë parasysh kundërshtari. E dim që Shkupi është me probleme këtë vit, por duhet respektuar çdo kundërshtar dhe nuk duhet të neglizhojmë. Se kur neglizhon e di çka ndodh, por ne respektojmë dhe do të shkojmë për të fituar dhe të marrim 3 pikat dhe të vazhdojmë rrugën tonë në kampionat dhe dalim në kreun e tabelës.